Nëse mund të dim shkurt paktën se pse u pa rëndësishme apo udhët që diskutohen mbi këtë temë. Po u diskutua për arsye se ka mendime të ndryshme nëse duhet të shqipja në rrjetet sociale të jetë ajo shqipja e standardizuar apo secili e ka profilin e vet personalizuar, individual dhe mund të përdor një shqipe të folur, por të shkruar në mënyrën e vet. Nuk pat reagime të shumta të drejtës, secili nuk pat diskutimet më të mëdha u bën te fusha e leksikut, te terminologjia, kryesisht terminologjia e AI që po vjen tash bashkë me kompjuterizimin e gjithë shkafit, që po vjen në gjuhën shqipe. Një temë të tillë ne kemi pas diku edhe para, mund të them 7 vjetëve për shqipen e rrjeteve sociale. Kjo temë u propozua nga Universiteti i Tiranës. Do të thënë ne organizojmë seminarin bashkë me Fakultetin e Filologjisë të Tiranës, barrën kryesore kemi ne natyrisht. Dhe nuk pati shumë tema që lidhen kryesisht me këtë, por në përgjithësi mbizotron mendimi që gjuha standarde është vetëm një nga varietetet të cilat do duhet të përdoreshin në situata zyrtare. Një situatë zyrtare është edhe kjo si e jona, kur ne komunikojmë nëpërmjet televizionit, do të thënë në mediume televizive, por kemi edhe aso mediume private, të cilat varet edhe nga qëllimi ose varet nga funksionit të cilit ata ja veshin vetes. Po mendoj ka emisione për trinj ku është e pamundur të flitet, të thuhet diçka në gjuhë standarde sepse bëhet shumë shndrohet në diçka shumë artificiale. Por të emisione tjera, si që janë të emisionet edukative, emisionet magazinat informative e kështu me radhë, është e pashmangshme.